أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله تعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, Zotin ton, krijuesin e gjithësisë, caktuesin e obligimeve dhe adhurimeve në fen ton. Salavatet dhe përshëndetet ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, pejgamberit ton të dashur, i cili me shembulltirën e tij u bë shembulli më i mirë, me sjelljen e tij u bë shembulli më i mirë për gjeneratën e tij, për shokët e tij, ashabët e ndershëm, për ummetin e vet dhe për mbar njerëzimin. Zoti e pas bekuar familjen e Muhamedit alayhis salam, shokët e tij si dhe të gjithë besimtarët. E lusë Allahun që ai të jetë i kënaqur me pararendësit tanë, me stërgjyshrit tanë, të cilët u kujdesën për të ruajtur fen tonë, u kujdesën për agjerimin, për namazin, për Kur'anin, për sunnetin e Muhamedit alayhis salam dhe për të gjithë ibadetet e tjera. U kujdesën për njerëzillokun dhe institucionet tona, u kujdesën për familjet tona. Prandaj Allahu në këtë ditë Ramazani, në këtë muaj të bekuar Ramazani, ti mëshiroj e ti fal inshallah. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Shfrytëzoj rastin që përmes kësaj video të ju uroj për ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit. T'ju uroj për mirësitë të cilat i sjell ky muaj. E të lusë Allahun xhaleshanu që ju të kaloni qaste të mira, të kaloni këtë Ramazan të përkushtuar, të bindur ndaj Zotit, duke agjëruar edhe duke bërë vepra të mira. E lusë Allahun xhaleshanu që ai t'i ruaj xhamatet tona, xhamit tona, t'i ruaj imamllarët tanë, kryesitë e xhamive, t'i ruaj të gjithë ata të cilët kontribuojnë për të mirën e xhamateve tona, për të mirën e xhamive tona, për të mirën e besimtarëve dhe për të mirën e kësaj shoqërie në shtetin ku ne jetojmë dhe veprojmë. Çfarë është Ramazani? A e kemi kuptuar kuptimin e Ramazanit? A e kemi kuptuar filozofinë e Ramazanit? Pse Allahu xhaleshanu na ka obliguar me agjerim në muajin e Ramazanit? Allahu i madhruar në Kur'anin famëlart qartë tregon objektivin e këtij muaji, respektivisht të këtij ibadeti madhor siç është agjerimi. Në surën Al-Bakara thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam." O ju të cilët keni besuar, u kam bërë obligim agjerimin. Kema kutiba ala alladhina min qablikum, sikur që u kam bërë obligim edhe popujve përpara jush, në mënyrë që ju të arrini deri te një synim dhe objektiv madhor i fesë edhe i asaj që Allahu e dëshiron, la'allakum tattaqun, që ju të mbrini dhe të arrini të fitoni ose të ngriteni në derexhen e devotshmërisë, të bëheni të devotshëm. Allahu don që ne të bëhemi të devotshëm. Allahu don që veprat tona t'i pranojë duke qenë ne të devotshëm. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu i pranon veprat nga ata që janë të devotshëm. Synimi dhe qëllimi i agjerimit është që ne të edukohemi, që ne të lartësohemi moralisht, të përmirësojmë sjelljen tonë, por njëkohësisht edhe të shfaqim bindjen ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe ta madhrojmë Allahun xhaleshanuhu në mënyrë të veçantë. Ne e njohim Zotin, e besojmë Zotin, kemi thënë shahadetin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. I falemi atij për çdo ditë. Bëjmë punë të tjera dhe vepra të tjera të mira. Por Allahu dëshiron që një herë në vit të adhurojmë atë në mënyrë të veçantë, duke u distancuar nga haja dhe pija dhe nga plotësimi i nevojave epshore. Mirë po, normalisht brenda një suaze të caktuar kohore. Allahu dëshiron që ne të largohemi nga gjërat e lejuara që i kishim jashtë Ramazanit, për të na edukuar dhe për të na dhënë një mesazh dhe një mësim të madh se në raste nevoje, në raste dhe momente të ndryshme të jetës, të jemi të gatshëm që të mos bijem pre e provokimit e situatës, e vështirësisë, por të mundemi ta kontrollojmë vetveten edhe në momente të ndryshme, qofshin sprova apo edhe momente të ndryshme lumturie. Kuptimi parsor i agjerimit ishte që ne të arrijmë pra te devotshmëria. Ta kemi Allahun gjithmonë në kujtesë. Unë do doja të thoja se përkthimi të arrinit devotshmërinë është një përkthim i ngushtë.
Për ta zgjeruar edhe më të tjerë kuptimin, do themi se devotshmëri do të thotë të kesh Allahun gjithmonë në kujtesë, të ngritesh dhe të përsosesh moralisht. Të gjitha ibadetet e tjera i bëjmë për Allahun, por ndoshta i bëjmë edhe për vetveten, ashtu si ka thënë Allahu në një hadith kutsi. Biri i Ademit, njeriu të gjitha veprat i bën për vetveten, përveç agjerimit. Atë e bën për mua dhe unë shpërblej për ta. Do të thënë, agjerimi është ibadeti i cili na teston neve, na teston sinqeritetin tonë, edhe atëherë kur shfaqemi përpara njerëzve, edhe atëherë në jetën tonë publike, por edhe atëherë kur jemi në vetmi, edhe atëherë kur jemi vetëm. Agjerojmë dhe i bindemi Allahut pa hezitim dhe me sinqeritet të plotë. Prandaj agjerimi është një test i madh i imanit tonë, i sinqeritetit tonë. Agjerimi luan një rol edukativ dhe ai sjell ndryshimin e madh në jetën e besimtarëve. Paramendoni, të nderuar vëllezër, të respektuara motra, sikur njerëzit të ishin të sinqert me Zotin, të ishin të sinqert dhe të kishin një vetdije të lartë se Allahu i sheh kudo që të jenë. Sa gabime, sa krime nuk do të ishin bërë, sa lëshime nuk do të ishin bërë, sa korrupsioni nuk do të ishte bërë, sa respekti do ishte ndaj tjetrit e kështu me radhë. Prandaj, për të kuptuar rëndësinë dhe rolin që ka agjerimi në përsosjen e moralit, në përgatitjen dhe përsosjen e personalitetit të individit dhe të shoqërisë mbar, do të sjell një shembull të një shteti të caktuar i cili kishte marrë një vendim, kishte marrë një iniciativë për të parandaluar konsumimin e alkoolit në shoqëri. Dhe kishin nxjerrë ligje të ashpra për të dënuar përdoruesit, respektivisht konsumuesit e alkoolit. Një vit të tërë ishin munduar të zbatonin ligjet dhe të ekzekutonin apo të dënonin njerëz të cilët i shkelnin ligjet respektive për parandalimin ose ndalimin e konsumimit të alkoolit. Çfarë kishte ndodhur? Pas një viti kishin parë që as pak nuk ishte reduktuar numri i konsumuesve të alkoolit. Madje edhe ishte shtuar më tepër, por edhe pasojat ishin edhe më të mëdha dhe katastrofale, për shkak se njerëzit duke u fshehur në fshehsi dhe duke tentuar të përdornin alternativa të tjera që zaventsonin alkoolin, ata edhe ishin helmuar edhe e kishin dëmtuar shëndetin e tyre. Që do të thotë se nëse nuk edukon, pra nëse nuk përsos moralin, atëherë sa vlen ligjet dhe në momentin që njeriu e sheh veten se mund të veprojë dhe askush nuk e sheh, ai atëherë do të vepronte pavarësisht konsekuencave të veprave të tij. Allahu xhaleshanu e sjell një shembull tjetër shumë interesant në Kur'anin famëlar, e që tregon pra se çfarë të bën dhe deri ku të ngre vetdia e lartë për Zotin dhe kujtesa për Zotin ose të mbajturit në kujtesë Allahu xhaleshanu, e që për synim ka vetë agjerimi. Pra aty ku e përmendëm më lart se agjerimi na përgatit për të qenë të devotshëm dhe gjithmonë ta kemi Allahu xhaleshanu në kujtesë. Allahu i madhruar e sjell rastin e Jusufit a.s. I cili siç dihet pati shumë sprova dhe një prej sprovave më të mëdha ishte edhe josha që i bënte gruaja e mbretit Azizit në pallatin mbretëror. Në një moment të caktuar, siç edhe Allahu xhaleshanu e përmend në Kur'anin famëlar, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbi." Pra edhe ajo e dëshironte ato, por edhe ai, Jusufi a.s. do ta kishte dëshiruar në qoftë se Allahu xhaleshanu nuk do t'ja kishte paraqitur argumenti përparasysh dhe në qoftë se Allahu xhaleshanu nuk do të kishte ndërhirë në zemrën e tij për t'i treguar se kjo vepër është një vepër e ligë dhe fahishe, siç e përmend edhe Kur'ani. Po çfarë ndodhi? Rezultati i kësaj ishte se Jusufi a.s. ishte edukuar duke kujtuar Allahun xhaleshanu, duke mbajtur gjithmonë në kujtesë Allahun xhaleshanu, pra duke qenë i devotshëm dhe prej robërve të sinqertë. Allahu e vërteton innahu min ibadina al-mukhlasin, pra me të vërtetë ai ishte prej të sinqertëve. Edhe Allahu dëshiroi që në momentin e këtill që ta mbrojë ata, madje siç është thënë, kujtoje Allahun në ditë të mira, në ditë të lumtura, në ditë të rahatshme, do të kujtoje Allahu ti në momente të rënda, në sprova dhe në vështirësi. E agjerimi e ka këtë synim, agjerimi dëshiron që të na përgatis edhe atëherë kur jemi vetëm, të kujtojmë Allahun xhaleshanu dhe të ruajmë vetveten, të ruajmë ambientin, të ruajmë shoqërinë, të ruajmë institucionet. Me agjerim ne përsosim vetveten, përsosim vlerat tona morale, karakterin ton, personalitetin ton, ndërtojmë individin, por edhe përveç kësaj ndërtohet shoqëria, ndërtohet familja, ndërtohet ngriten shtetet të fuqishme. Agjerimi është një ibadet shumë i madh në fen ton. Muhamedi a.s. ka thënë që kush agjeron Ramazanin, kush është i bindur në Ramazan dhe kush e kalon Ramazanin agjerueshëm me ibadet
dhe me shpresë sigurisht Allahu xhaleshanu do ta përmirësojë ato, do t'ia fal mëkatet dhe do t'ia ngrisë vlerat morale, shpirtërore e tjerë. Prandaj e duam Ramazanin, e duam agjërimin sepse ai neve na përmirëson, na ngrit dhe na lartëson. E lusë Allahu xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranoj, Ramazanin të na bëjë të lehtë, agjërimin të na bëjë të lehtë, e të mundemi të përfitojmë sa më shumë nga muaji i bekuar i Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.